Një aksident I rënd u shënua në mesditë në aksin rrugor Vlorë-Kot, ndërsa disa persona kanë mbetur të plagosur. Ngjarja ndodhi rreth orës 13, pikërisht në një nga akset më të frekuentuara të lumit të Vlorës, në vendin e quajtur si Fusha e Murrës. Sipas të dhënave paraprake, automjeti Citroen me targa AB 309 GK, I drejtuar nga shtetasi Viktor Kananaj, I ditëlindjes 8/8/1954, ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Si pasojë e këtij aksidenti kanë mbetur të dëmtuar shtetasit Adriana Shakaj, 18 vjeçe, Elvis Shakaj, rreth 12 vjeç, Nertila Shakaj, 41 vjeçe, Dallandyshe Kananaj, 68 vjeçe, si dhe vetë drejtuesi I automjetit. Policia shkoi menjëherë në vendin e ngjarjes për të bërë të mundur nisjen e hetimeve dhe për të nxjerrë shkaqet e aksidentit. Ndërkaq nga ana tjetër, të plagosurit gjenden në Spitalin Rajonal të Vlorës, teksa kanë marrë menjëherë ndihmën mjekësore. Policia po heton për shkaqet e këtij aksidenti të rënd.